Syri i kaltër në jug të Shqipërisë vijon të mbetet një nga atraksionet më të vizituara nga turistët e huaj. E veçanta e këtij burimi natyror me ujin kristal dhe ngjyrën e pazakont ka bërë që zona të kthehet në një pikë referimi për udhëtarët që kërkojnë përvojë autentike. Gjatë muajve të fundit, fluksi turistëve në këtë zonë është rritur ndjeshëm. Vizitorët nga vende të ndryshëm të botës ndalojnë pranë syrit të kaltër për të parë nga afër bukurinë natyrore që shpesh është parë vetëm në fotografi apo rrjete sociale. Somos do Brasil. E pam syrin e kaltër në një video në Instagram dhe mbetëm pa fjalë. Nuk e kishim menduar se Shqipëria kishte një vend kaq të bukur natyror. Vendosëm ta përfshim në itinerarin ton dhe absolutisht ja vlejti. Penso que eu estava planejando visitar. We love it. Na sugjeroi këtë destinacion edhe një mik që kishte vizituar Shqipërinë vitin e kaluar. Na tha se syri i kaltër është një nga vendet më mbreslënse që ka parë ndonjëherë. Përshtypjet e turistëve pas vizitës në syrin e kaltër janë të gjitha pozitive. Shumë prej tyre e përshkruajnë si një nga vendet më mbreslënës që kanë parë ndonjëherë, duke e krahasuar me mrekullitë natyrore të vendeve të njohura turistike në botë. Visitar o Brulé porque Kur mbërritëm pranë syrit të kaltër, na u duk sikur ishim në një botë tjetër. Ngjyra e ujit ishte aq e thellë dhe e pastër, sa nuk mund t'i besonin syve. Ishte një nga momentet më të veçanta të udhëtimit ton. cidades no roteiro. Syri i kaltër mbetet një nga dëshmitë më të qarta të bukurive natyrore që ofron Shqipëria. Mes fluksit në rritje të turistëve dhe vëmendjes që po merr zona, sfida kryesore është ruajtja e këtij thesari natyror. Mbrojtja e mjedisit, menaxhimi i qëndrueshëm i vizitorëve dhe ndërgjegjësimi i publikut janë thelbësor që kjo perle e jugut të mbetet e paprekur edhe për brezat që do të vinë.